sekreti si të na dali byreku me presh edhe me spinaq, perfekt. Tani, cili është sekreti? Do ta shikoni aty në video. Eva, si shikoni, filloi përgatiti brumin aty edhe kuptohet që i hap petët vetë, se është punëtore dhe një koqire, nuk është si motre Saja që nuk di të hapi pet, po. Edhe tani siç thoni, siç shikoni njerëz të dashur, sekreti është që petët duhet i ndërim që të thahen. Kuptohet që mund t'i bëjmë edhe me petë të pjekura, po tani neve nëpër qytet është një çike vështirë me që kemi soba me korrent, nuk kemi ku t'i pjekim se s'kemi sobat me dru. Fatkeqësisht, si që janë për fshatra, edhe që kështu duhet i ndërim një çik që të thahen, të mos kenë shumë lagështirë. Edhe ndaje do ndërim çarçafët mes e përmes në shtëpi, tharset e rrobave të njërën tjetër dhe do ndërim petë, do t'i lëm që të thahen, të përthahen. Sa më të thata dalin petët, aq më i mirë del dhe byreku nuk do na dali qull. Do t'u tregoj në videon tjetër se si përgatiti preshët edhe spinaqin edhe të gjithë byrekun. Ciao, ciao!